Përkundër që kërë shumë bukuri, mahnitje, që zakonshëm njeriu rrëmbehet nga to, që zakonshëm njeriu mahnitet dhe në moment belespaku i shkon shikimi në drejtim të atyre bukurive, megjithatë Allahu thot për pejgamberin nuk i lëvizi shikimi as djathtë as majt. Sikur që mund të themi ne, qerpiku se ka lëviz, ka shik kësaj bukurie. Ma zagal basar. Zagal basar do nuk ka rëshqit shikimi ti as djathtas as majtas. Wa ma taga, e as parmendoni, nuk e ka ngritur kokën më lartë se që duhet me ngrit në atë pozicion, që të shikon për te një vjet caktuar që ja ka caktuar Allah me shikuar. Mos lëvizje e shikimit të pejgamberit alayhis salam ka ardhur si pasojë për mbushjes nga bukuria e madhësisë së Allahut xhalla xhelaluhu. Don këto që i ka pa realisht në raport me Allahun që ka krijuar janë të thjeshta. Nuk bojnë asgjë. As Jannatul Ma'wa, as Sidratul Muntaha, çka do koftë ato? Mbi gjitha krijesa janë. Çka janë ato në raport me Allahun te barekuhu teala? Andaj, nëse udhimi ka qenë me taku Allahun, nëse udhimi ka qenë me i folë Allahut direkt, vëmendja atje ka qenë, zemra ka qenë e përmbushur me këtë begati, e orientuar në këtë drejtim. Prandaj, kjo është e që ka rrëmby pejgamberin vëmendjen, edhe shikimin, edhe zemrën, dhe këtë tjetë pastaj s'kan qenë të ati niveli që t'ja marrin vëmendjen. Edhe një të kësaj bodi kështu të nërëzër, në në këtë udhim nuk mund t'jem si pejgamber sa, në nuk unë po Sidratul Muntaha, po në namaz jemi, apo a flasim në me Allah në namaz, po ti thush Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah ta këthe me një përgjigje, Ar-Rahmanir Rahim, pastaj Allahu Jalla Wala është para robit e ti, ku robi kthehet dhe drejtohet tek Allahu te barekuhu teala. Dhe ti në një lloj ngritje, ti në një lloj pozicioni që komunikon me Allahun te barekuhu teala. Megjithatë, sa lehtë e thjesht në rrëmbet vëmendja nga faktor të jashtëm, nga zhurmues të jashtëm, sa që shkputemi ndoshta edhe tërësisht nga momenti i komunikimit dhe ajo që ka mbetë është forma jashtme vetëm. Ajo që duket se komunikon me Allahun është veç aspekti jashtëm fizik, lidhja e duarve dhe kthimi nga kibla. Ndërsa nëse e shen në brendi, e shen që komplet është, më thonë, në shpërputhje me këtë komunikim. Dhe kjo është mungesa e edukatës, mungesa e mëdhënimit dhe Allahu te barekuhu teala në komunikim me të. Edhe në raport me këtë zhveshje të të çmendur që po e shohim pa kuptim sinqerisht në kohën tonë, mjafton kjo të ndërzuar. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kapluan nga mëdhënimi i Allahu xhalla xhelaluhu në Sidratul Muntaha s'ka këshyra pëtën. E qka ta mërmenja, ti me këshyri qka Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë të shëmtuar, e ka bërë të ndaluar, e ka bërë të keqe të dëmshme, e me ilshu syt duke të kaluar kufirin e lejuar të shikimit. Atë kujtojt që kënë gjarje me situatat tona që ne ballafaqohemi në përditshmëria. Pastaj të ndërlozër edhe çështja e vetmisë. Kush e ka përshu këtë gjendje? Kush e ka përcjell pejgamberin apo shikon te Sidratul Muntaha apo abit? Kush? S'ka qenë me të askush. Askush s'ka qenë me të nga shokët e tij, nga njerëzit, kush s'ka qenë. Dëshmitar i kësaj ngjarje, i kësaj edukate, i këtij ndërdhimi ka qenë Allahu te barekuhu teala. Andaj në vetmi, kur njëri vetmohet, nuk të shet dikush, është e vërtet. Është e vërtet që nuk jenë përcjellet njerëzve. Po mjafton që Allahu po të sheh. Dhe çfarë dëshmitari për ty është Allahu xhallahu ala, kur ai dëshmon nesër për atë çfarë ke bërë në vetmitë tua.